Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Falenderimet janë për Allahun si gjithmonë, ndërsa përshëndetjet për zotrin tonë Muhammedin, familjen, shokët dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Shokët e Muhammedit alayhi salatu wassalam kanë një pozitë të veçantë në fe. Ata janë hallka e atij zinxhirit që përcolli fen tek ne. Për këtë dhe tiparët që kanë pasur janë vlerësuar si njerëzit absolutisht më të mirë pas pejgamberëve. Marrë parasysh këtë pozitë që e kanë, çështja rreth tyre është edhe doktrinare, pra ka të bëjë edhe me besimin. Dashuria për shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam është treguesi i besimit, sikur që mungesa e saj ose Allahu na ruajt urrejtja ndaj tyre është tregues i hipokrizisë dhe i jo besimit. Shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam që gjithë janë të mirë dhe të besueshëm. Vetëm se disa për shkak të kontributit, për shkak të angazhimit, për shkak të pozitës që kanë pasur, janë më të vlerësuar se sa të tjerët. Dhe rrjedhimisht kanë edhe merita më shumë se sa të tjerët. Sot në takimin ton me lejen e Allahut te bareke ve teala, ne do t'ju prezantojmë këshillat e një dietarit të madh nga brezi i tabeinëve që shpërfaqin dhe shpalosin para nesh vlerat e sahabeve në përgjithësi dhe disa prej atyre që janë pa asnjë dyshim njerëzit më të dalluar në mesin e tyre në veçanti. Fjala është për këshillat e imamit Ayub Sakhtiani, i cili ka thënë kësaj: kush e do Ebu Bekrin, ai e ka ndrequr dhe rregulluar fen e vet. Kush e do Omerin, ai e ka qartësuar rrugën. Kush e do Uthmanin, ai është ndriçuar me nurin e Zotit. E kush e do Aliun, ai është mbajtur për nyjes fort. Dhe kush flet mirë për shokët e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, ai është i pastër nga hipokrizia. Pra, siç mund të shohim në këtë këshill, Ayub Sakhtiani, Allahu e mëshiroft, përmend se 4 sahabët që janë njëherësh edhe sahabët më të mëdhenj kanë vlera të veçanta dhe se nëpërmjet tyre ne arrim që ta rregullojmë fen ton, por krahas tyre respekti ynë duhet të jetë për të gjithë sahabët. Arsyeja dhe në këtë edhe fshihet të rëndësia e kësaj këshille, arsyeja pse janë përmendur këta sahabe në veçanti dhe është folur për sahabët tjerë në përgjithësi, qëndron në faktin se, siç edhe do të shohim me lejen e Allahut te bareke ve teala, është bërë përpjekje që të përbalten figurat e sahabeve, të njollosen ata. Dhe nëpërmjet tyre njolloset edhe vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe kësaj të goditet feja. Prandaj nëpërmjet njohjes tyre ne në fakt arrim që edhe ta ruajmë fen ton. Para se të fillojmë me shpjegimin e vlerave dhe meritave të sahabeve të përmendur në këtë këshill, do doja të nderuar vëllezër dhe motra që t'ju ofroj një përmbledhje biografike të këtij alimit të madh, të këtij dietarit të madh, Ayub Sakhtianit, Allahu e mëshiroft. Ayub Sakhtiani i përket brezit të parë pas sahabeve, i përket tabeinëve e me theks të veçantë tabeinëve të vegjël. Ka lindur në vitin 63 sipas Hijretit, në vitin e cilin edhe ka vdekur sahabiu i madh Abdullah ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të.
Ejubi ka jetuar plot 63 vite dhe ka vdekur në Ramazanin e vitit 131 sipas hijretit. Dietarët përgjatë gjithë historisë e kanë vlerësuar në shkallët më të larta të mundshme të dijes dhe të besueshmërisë. Hasan Basriu, Allahu mëshiroft, kur fliste për Ejubin, thoshte se ai është zotëria i rinisë së Basrës. Ejubi ka qenë nga Basra në Irak dhe Hasani konsideronte se Ejubi është prej zotrinjve, ose thënë më mirë, zotëria i rinisë së Basrës. Sufjan Thauriu ka thënë nuk kam parë njerëz të ngjashëm me 4 veta në Basra. Në mesin e tyre e ka përmendur edhe Ejubin. Pra në mesin e atyre ndoshta qindra dietarëve, e atyre qindra alimve që kanë qenë në Basra, 4 janë dalluar nga ky dietar i madh, nga Sufjan Thauriu. Dhe në mesin e tyre është edhe Ejub Sakhtiani, Allahu e mëshiroft. E kam pyetur Ebu Hatimin për kitazi me vlerësimin për Ejub Sakhtianin. Dhe ka thënë një fjalë e cila është, si them, kryefjala e gjitha atyre vlerave, atyre tipareve, atyre meritave për cilat dallohet Ejub Sakhtiani. Ai ka thënë se për njerëz të ngjashëm sikur Ejub Sakhtiani nuk pyetet. Pra janë të besueshëm deri në atë shkallë, deri në atë nivel që për njerëz të tillë nuk ka nevojë që fare të bëhet pyetje, sepse janë të besueshëm dhe fjalët e tyre, transmetimet e tyre, hadithet e tyre merren. Hisham bin Urve ka thënë se nga Iraku nuk ka ardhur njeri i ngjashëm me Ejub Sakhtianin. Pra është vlerësuar në shkallë të madhe, në shkallë të lartë, madje Imam Dhahabiu, i cili ka bërë një enciklopedi të jashtëzakonshme rreth personaliteteve islame, duke folur për Ejub Sakhtianin, ka thënë se Ejubi është imam, është hafidh dhe është zotëria i fukahave. Është pra njëri prej atyre dietarëve më të dalluar. Nëse vlitet për dietarët, atëherë Ejubi është në krye të listës tyre. Pra është një prej dietarëve të mëdhenj, është një prej burrave të dalluar, jo vetëm për dijen, por edhe për sjelljet e tij, edhe për fetarinë e tij, edhe për vlerat e tij. Ne me lejen e Allahut te bareke ve teala do të mundohemi që në këtë takim tonin të shpalosim disa prej atyre urtësive dhe detajeve që fshihen në këto këshilla. Përmendëm se rëndësia e kësaj këshille që na ka ofruar Ejubi është të jetë e madhe për faktin se ne nuk flasim thjesht për disa emra, për disa figura, për disa personalitete. Jo, flasim për ata që kanë absolutisht meritat më të mëdha pas pejgamberit alayhi salatu wassalam në përcjelljen e mesazhit islam. Flasim për ata që në mënyrë unanime janë njerëzit më të mirë pas pejgamberëve. Pra, në historinë e njerëzimit nuk ka njerëz që kanë jetuar ndonjëherë dhe që kanë qenë më të mirë se sa shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ejubi, Allahu mëshiroft, ka thënë se ai që e do Ebu Bekrin, ai e ka jetësuar, e ka ndrequr, e ka ngritur, e ka rregulluar fenë e tij. Pra, na përmend, na mëson, na këshillon se Ebu Bekri, Allah qoftë i kënaqur me të, nuk është thjesht një figurë, një personalitet që ne mund t'i referohemi atij siç i referohemi personaliteteve tjera në histori, jo. Çështja jon në raport me të reflekton edhe në aspektin fetar. Prandaj ne do të mundohemi me lejen e Allahut te bareke ve teala për të zbuluar diç nga jeta, nga veprimtaria, nga sukseset cilat i ka pasur gjatë jetës së tij dhe cilat Ebu Bekrin e listojnë në krye të sahabeve si njërin absolutisht më mendikim dhe si njërin që ka merita më së shumti
në përcjelljen e Islamit tek brezat e mëvonshëm. Pse duam ne Ebu Bekrin? E duam nga se e ka dashur edhe vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Njerë është pyetur se kë do më shumë nga njerëzit, ndërsa ka thënë e dua nga gratë Aishën, gruan e tij, ndërsa nga burrat e dua baban e saj. Pra e do Ebu Bekrin më shumë se të gjithë sahabët tjerë. E do më së shumti nga të gjithë. E do nga se Ebu Bekri me vetë vlerësimin e Muhamedit alayhi salatu wassalam është njeriu më i mirë i këtij ummeti. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, khayru hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Omar. Njerëzit më të mirë të këtij ummeti pas profetit alayhi salatu wassalam janë Ebu Bekri pastaj Omeri. Pra nuk ka vlerësim më të madh se sa ky vlerësim, se sa fjala e Muhamedit alayhi salatu wassalam se njeriu më i mirë, njeriu absolutisht më i mirë i këtij ummeti pas pejgamberit alayhi salatu wassalam është Ebu Bekri, Allahu qofti kënaqur me të. Ne e duam Ebu Bekrin dhe e vlerësojmë dhe e çmojmë shumë për faktin se kontributi i tij për Islamin është shembullor, është prallor, është i pa krahasueshëm, është i pa imagjinueshëm. Do doja t'ju përmend vetëm një rast i cili konsideroj se ka rëndësi teje të veçantë. Kur pejgamberi alayhi salatu wassalam ka bërë hijretin, ka shkuar nga Mekka në Medinë. Siç e dini, Kurejshat e kanë luftuar me të gjitha format, me të gjitha mënyrat. Madje ka fundi kanë filluar që të thurin plane për ta eliminuar edhe fizikisht. Dhe në këtë situatë të rrezikshme, Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka thirrur Ebu Bekrin dhe ja ka kumtuar lajmin se kanë leje nga Allahu te bareke ve taala për të bërë hijretin, për të shkuar nga Mekka në Medinë. Ebu Bekri kur e mori këtë lajm, filloi me çajt. Dhe Aisha radiallahu ta'ala anha, që ka qenë vajza e tij, thotë nuk kam menduar deri atë ditë se dikush çan edhe nga gëzimi. Pra Ebu Bekri nuk kishte parasysh absolutisht ato rreziqet që i kanosishin në radhë të parë familjes së tij, nga se në Mekë kishte lënë baban që ishte i verbër dy syt, kishte lënë fëmijët e tij që ishin të vegjël. Mirë po Ebu Bekri pavarësisht të gjitha këtyreve, pavarësisht atyre rreziqeve të mëdha që mund t'i kanosishin gjatë rrugës, ai i injoroi të gjitha këto dhe kënaqësinë që e kishte për ta shoqëruar Muhamedit alayhi salatu wassalam në këtë udhtim, nuk arriti që ta shprehte ndryshe vetëm se me lotët e tij. Dhe nga këto Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë se nuk ka menduar që dikush çan nga gëzimi, përveç se në atë ditë kur baban tim e kam parë duke qarë nga gëzimi që do të shoqëronte Muhamedin alayhi salatu wassalam në udhtimin e hijretit. Ne e duam Ebu Bekrin për shkak të kontributit të tij të pakrahasueshëm, për shkak të qëndrimeve të tij stoike, për shkak të atyre vendimeve që kishte ndërmarrë dhe të cilat kanë arritur që të ruajnë Islamin deri në ditët tona të sotme. Sigurisht se ata që kanë shfletuar në historinë islame kanë lexuar për ato sprovat, për ato trazirat që u provokuan pas vdekjes së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe po të mos ishin qëndrimet e rrepta të Ebu Bekrit, Allahu qoftë i kënaqur me të, ndoshta muslimanët nuk do të ishin sot këtu ku janë. Prandaj meritat e tij për ruajtjen e Islamit pas vdekjes së Muhamedit alayhi salatu wassalam janë të pakrahasueshme. Atë që Ebu Bekri radiallahu anhu e ka ofruar në praktik nuk mund të matet me kontributin e tij asnjë kontribut tjetër.
Ne e duam Ebu Bekrin dhe e ndjekim rrugën e tij për faktin se Ebu Bekri me tekst nga vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam është ai që ne duhet ta ndjekim. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam: "Iqtadu billadhini min ba'di Abi Bekrin wa Umar." Ndiqni, pasoni, esni gjurmeve të dy burrave pas meje, Ebu Bekrit dhe Omerit. Pra, ndjekja rrugës së Ebu Bekrit është rrugë e qelluar. Është rrugë e qelluar me dëshmi dhe vlerësim profetik. Prandaj ne e duam Ebu Bekrin dhe ecim rrugës së tij, sepse rruga e tij është rrugë e qelluar. Ne e duam Ebu Bekrin për shkak se e kanë dashur edhe sahabët. Ebu Bekri nuk ka qenë thjesht dhe nuk është thjesht model për ne. Ebu Bekri, kontributi i tij, dashuria për të, kanë qenë diçka edhe sahabët janë ofruar tek Allahu te bareke ve teala pikërisht nëpërmjet këtyre veprave. Një ditë sahabiu nderuar Anas ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të, rrëfen se erdhi një njeri tek Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe pyeti për kiametin. Muhamedi alayhi salatu wassalam i tha se çfarë ke përgatitur ti për kiametin? Tha, nuk kam përgatitur shumë, vetëm se unë e dua Allahun dhe të dërguarin e tij më shumë se çdo kë tjetër. Muhamedi alayhi salatu wassalam i tha, atëherë ti do të jesh me ata që i do. Pointa nuk qëndron këtu. Pointa të qëndron tek mënyra se si është shprehur Enesi, i cili ka thënë: nuk ka fjalë që neve na ka gëzuar më shumë se sa fjala e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ti do të jesh me ata që i do. Unë, thot Enesi, e dua Muhamedin alayhi salatu wassalam, e dua Ebu Bekrin, e dua Omerin dhe shpresoj që të jem me ta, edhe nëse nuk i kam veprat sikur të tyre. Pra Ebu Bekri ka qenë model, ka qenë shembull, ka qenë personalitet që edhe vetë sahabët kanë ndruar të jenë sikur ai. E nëse puna kështu ka qenë me sahabët, ku jemi ne të tjerët? Ebu Bekri ka qenë njeriu që në një farë mënyre është përcaktuar nga Muhamedi alayhi salatu wassalam që tjetë pas tij. Ekzistojnë disa tekste që në një farë mënyrë aludohet në këtë pozitë që i takon Ebu Bekrit përpara çdo kujt tjetër. Ka ardhur një grua tek Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka pyetur për diçka dhe i ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam që të kthehej sërish pas një kohe. Gruaja i ka thënë, po nëse nuk gjej ty te kush të drejtohem, ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, nëse mua nuk më gjen për shkak të vdekjes, atëherë shko tek Ebu Bekri. Pra, është vlerësuar nga vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është klasifikuar njeri besueshëm nga vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe kjo nëse flet për vlerat cilat i ka pasur Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të. Një ditë në namazin e sabahut, Muhamedi alayhi salatu wassalam ka parashtruar disa pyetje të cilat flasin për kushtimin e tij dhe për dimensionet e pozitivitetit dhe dobishmërisë Ebu Bekrit, Allah qoftë i kënaqur me të. Një ditë në namazin e sabahut, Muhamedi alayhi salatu wassalam ka pyetur: kush ka gdhir prej jush agjërueshëm? Ebu Bekri tha, unë. Muhamedi alayhi salatu wassalam pastaj pyeti: kush prej jush ka përcjell sot një xhenazë? Ebu Bekri tha, unë. Pastaj Muhamedi alayhi salatu wassalam tha: kush prej jush e ka vizituar një të sëmur? Ebu Bekri tha, unë. Kush prej jush sot e ka ushqyer një të varfër? Ebu Bekri tha, unë. Muhamedi alayhi salatu wassalam tha: nuk ka njeri tek i cili bashkohen këto tipare, gërshetohen këto tipare, e që ai të mos jetë prej banorëve të xhennetit. Pra, Ebu Bekri është prej banorëve të xhennetit. Ebu Bekrin
dhe Omerin i duam nga se ndjekja atyre është sunnet. Dhe kur themi ndjekja atyre është sunnet, e kemi për qëllim se është pjesë e traditës islame, është pjesë e dashurisë son ka shi Muhamedit a.s. Ndryshe siç ka sqaruar dietari i madh Hasan Basriu, ka thënë dashuria për Ebu Bekrin dhe Omerin nuk janë sunnet, por janë farz. Pra ne duhet patjetër t'i duam, për shkak se mungesa e dashurisë ka shi tyre është defekt shumë i madh në besim, është diçka që Allah na ruajt mund ta rënoj edhe besimin. Prandaj të nderuar vëllezër, të parët tanë, atë shumë i kanë kushtuar rëndësi dashurisë për sahabët, e veçmas për Ebu Bekrin dhe Omerin, aq sa Imam Maliku, Allahu e mëshiroft, ka thënë, të parët tanë, ashtu siç u mësonin fëmijëve kaptinat kuranore, ashtu siç ja mësonin Fatihan, ashtu siç ja mësonin kaptinën Ikhlas, po kështu u mësonin edhe dashurinë për Ebu Bekrin dhe Omerin, Allahu qoftë i kënaqur me të dy. Pra, aq shumë i kanë kushtuar rëndësi, saqë siç u kanë mësuar Kur'anin, u kanë mësuar edhe dashurinë për këta dy sahabët e mëdhenj. Allahu në lutje që Allah të mos na privoj nga dashuria e tyre. Ne po bëjmë një pauzë të shkurtër për të rikthyer sërish qendrën me ne. Ja u kthyem sërish me lejnë Allahu te bareke ve taala për të vazhduar me këshillat e Ejub Sakhtianit, Allahu e mëshiro. Në pjesën e parë falem për të dashurin ton, për Ebu Bekrin, Allahu qoftë i kënaqur me të. Tani do të vazhdojmë të flasim për Omerin, Othmanin dhe Aliun, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ejub Sakhtiani ka thënë se ai njeri i cili e do Omerin, ai e ka qartësuar rrugën. Omeri është një personalitet ndryshe nga personalitetet tjera. Ai ka arritur që me drejtsinë e tij, me veprimet e tij, me politikat e tij, me dijen e tij para së gjithash dhe fetarin, që të zër vend dhe të fitoj respektin madje edhe të jo muslimanëve. Omeri është një prej atyre personaliteteve më me ndikim në historinë e njerëzimit. E si jo kur ai është edukuar nga njeriu më i mirë, është edukuar nga edukatori më i madh, nga Muhamedi alayhi salatu wassalam. Do doja që të përmend diçka që për Zotin ka lënë gjumë të pashlyera në zemrën time dhe që konsideroj se është një nder, është një vlerësim që nuk gjen të tillë dhe për cilin secili prej nesh do t'jep të absolutisht çdo gjë nga vetja e tij, vetëm e vetëm që ta ketë këtë nder. Ka përmendur dikush prej dietarëve se në ditën e llogarisë, kur njerëzit do të dalin para Zotit, do të ketë në mesin e shumë gjërave që do të dëshmojnë Kur'ani, agjerimin, ndërmjetësojnë, dëshmojnë. Do të dëshmojë edhe Islami, edhe feja. Dhe feja do thotë o Zot, derisa Omeri nuk e pranoi fen, unë isha e fshehur. Kur Omeri pranoi fen, atëherë unë dola haptazi. Siç dihet në historinë islame, muslimanët deri në kohën e Omerit, kur e ka pranuar Islamin, e kanë mbajtur fen në mënyrë të fshehtë. Kur Omeri e pranoi Islamin, atëherë ai doli haptazi, ishte njeri i guximshëm, ishte trim dhe pranimi i Islamit shënon në fakt edhe fillimin e epokës kur Islami është shfaqur publikisht. Pranimi i Islamit nga ana e Omerit, pra e ka këtë rëndësi historike, e ka këtë dimension historik, pasi që fillon edhe shfaqja e Islamit në mënyrë publike. Omeri dallonte për drejtësim, për dijem dhe ndjekja rrugës së tij, siç edhe mësuam në pjesën e parë, me tekst nga vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam, është ndjekje rrugës së drejtë. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Iktadau billadhina min ba'di Abi Bakrin wa Umar."
ndiqni ose pasoni ose ecni gjurmeve të Ebu Bekrit dhe Omerit pas meje. Nuk ka vlerësim më të madh se sa të thot Muhamedi alayhi salatu wassalam se nëse dëshiron të jesh në rrugën e drejtë, atëherë duhet ta ndjekësh rrugën e Omerit, rrugën e Ebu Bekrit, Allahu qoftë i kënaqur me të dy. Pra është një prej këtyre figurave, prej këtyre personaliteteve që në mënyrë unanime pas Ebu Bekrit është njeriu më meritor për përcjelljen e Islamit tek të tjerët dhe rrjedhimisht njeriu që meriton respektin më së shumti pas Ebu Bekrit. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka përmendur disa detaje që ndoshta janë të veçanta vetëm për Omerin radhiyallahu anhu. Ka thënë se në të kaluarën ka pasur njerëz që kanë qenë të inspiruar. Nuk kanë qenë profet, por që kanë qenë të inspiruar. Pra, fjalët e tyre kanë qenë të drejta, gjykimet e tyre kanë qenë të drejta. Dhe nëse në ummetin tim ka një till, atëherë ai është Omeri. Pra, nëse ka një njeri që është inspiruar nga Zoti dhe fjalët e cilet janë të vërteta, ai është Omeri. E vërteta ka rrjedhur nëpërmjet gjuhës Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Muhamedi alayhi salatu wassalam një ditë ka rrëfyer se ka parë një ëndër në cilën i është ofruar një tas me qumsht dhe prej të cilit ka pirë derisa është ngopur. Pastaj pjesën e mbetur ja ka dhënë pikërisht Omerit. E kanë pyetur se cili është interpretimi i tij për këtë gjë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë dia. Pra qumshti që e ka pirë është simbolik e dijes së shumtë që Allahu te bareke ve teala ja ka dhënë Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Omeri është prej atyre njerëzve që fjalët e tij janë përputhur me vendimet e Zotit. Madje ai vetë ka rrëfyer se si në 3 raste ato propozimet që i ka bërë janë përputhur me vendimet e Allahut te bareke ve teala. Një ditë i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wassalam, sikur ta merrje këtë mekamin e Ibrahimit vend për të falur. Dhe Allahu te bareke ve teala ka shpallur në kapitullin Bekare, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla", dhe mekamin e Ibrahimit merreni si vend falje. Në një rast tjetër, Omeri i ka thënë Muhamedit alayhi salatu wassalam, ti je i dërguar i Zotit, je njeri që vizitohesh nga njerëz të ndryshëm, nga tulli njerëzish, njerëz që mund të jenë të mirë, por edhe mund të jenë të këqij. Sikur nënat e besimtarëve, sikur gratë tuaj dërguar i Allahut, të vendosnin shamin, hijabin, mbulesën, në mënyrë që të jenë edhe më të ruajtura. Prandaj Allahu te bareke ve teala e shpalli ajetin e hijabit. Dhe rasti i tretë është kur Omeri radhiyallahu anhu ishte njoftuar se Muhamedi alayhi salatu wassalam i kishte qortuar disa prej grave të tij. Omeri kishte shkuar, duke qenë se njëra prej grave të pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte edhe bia e tij Hafsa, dhe ju kishte thënë se në qoftë se jo nuk silleni mirë me Muhamedit alayhi salatu wassalam, atëherë Allahu ka mundësi që t'ju zëvendësoj juve. Në vend tuaj të sjell gra që janë më të mira për Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe Allahu e shpalli këtë ajet kuranor, "Asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khayran minkun", ka gjasa që në qoftë se Muhamedi ju shkurorzon juve, Zoti t'ja zëvendësoj atij edhe me më të mira. Pra, Omeri radhiyallahu anhu ka qenë i ktill, ka qenë dietar, ka qenë njëri prej pushtetarëve në kohën e cilit është përhapur Islami më së shumti, njëri prej atyre që ka gëzuar edhe simpatin e jo muslimanëve. Omeri ka gëzuar madje simpatin edhe të elitës së sahabeve. Ne po flasim për
kokën e sahabëve, po flasim për ata që kanë qenë absolutisht në majat e sahabëve, për ata që janë dëlluar më së shumti nga të gjithë. Dhe tani do t'ju përcjell ato fjalët miradije që Aliu radiallahu anhu i ka thënë për Omerin pikërisht në ditën kur Omeri është vrarë. Ka shkuar dhe si që Rafen ibn Abbasim, ka shkuar dhe tek kufoma, tek gjenazja e Omerit, Allah qoftë i kënaqur me të, ka thënë, wallahi, nuk ka njeri më dashur për mua me veprat e cilit do doja të takoj Allahun se sa Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të. Pra, është një vlerësim që nuk ka vlerësim të ngjashëm me të. Një sahabi përgëzuar me xhennet, një sahabi absolutisht prej sahabëve më të mëdhenj, po dëshmon për Omerin se është dëshirë e tij, madje po betohet për një gjë të tillë, se do donte që ta takonte Allahun me vepra çfarë ka pasur Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të. Tani do të vazhdojmë me këshillën e tretë të Ejub Sakhtyanit, e cila ka të bëjë me respektin, me pozitën, me vlerësimin për Othmanin, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ejub Sakhtyani ka thënë, ai që e do Othmanin, ai është ndriçuar me nurin Allahut te bareke ve teala. Pra dashuria për Othmanin nuk është një dashuri e rëndom. Dashuria për Othmanin është diçka që nëpërmjet saj ne arrim që ta ndriçojmë zemrën tonë, arrim që ta ndriçojmë rrugën nëpër të cilën ecim, arrim që të ecim të sigurt në rrugën e Allahut te bareke ve teala. Othmani është prej sahabëve që pas Ebu Bekrit dhe Omerit radhitet i treti jo vetëm në listën e atyre që i kanë udhëhequr muslimanët pas Muhamedit a.s., por edhe në listën e sahabëve më me vlerë. Pra nuk ka sahabi që ka vlerë më të madhe se sa Othmani, me përjashtim të Ebu Bekrit dhe Omerit, Allah qoftë i kënaqur me të gjithë. Othmani ka qenë përndryshe dhëndër e Muhamedit a.s. Ka qenë martuar me Ruqayyen dhe Kulthumin. Dhe që të dyja kanë vdekur në gjallë të Muhamedit a.s. Muhamedi a.s. ka thënë, Pashallahun, sikur ti kishe edhe 10 vajza dhe njëra pas tjetrës të vdeste, të gjitha do t'ja jepja Othmanit, nga se është martuar me urdhër, me udhëzim, me rekomandim nga qielli. Pra nuk ka qenë thjesht një miqësi e krijuar ndërmjet pejgamberit a.s. dhe Othmanit, siç mund të krijojnë shokët ose miq të rëndom, jo me urdhër, me rekomandim, me udhëzim nga Allahu te bareke ve teala është bërë një gjë e tillë. Othmani konsiderohet prej sahabeve që kanë kontribuar mbase më shumti materialisht në përhapjen e Islamit, në ndihmën ndaj pejgamberit a.s. dhe muslimanëve. Gjurmët e tij janë absolutisht të pashlyera, madje edhe sot e kësaj dite, të nderuar vëllezër, ato vakëfet, kontributi i tij material që ka lënë Othmani radiallahu anhu, edhe sot e kësaj dite ekzistojnë në botën islame. Muhamedi a.s. ka përmendur disa argumente që flasin për vlerën e tij. Ka thënë kësaj, Ebu Bekri është në xhennet, Omeri është në xhennet, Othmani është në xhennet, Aliu është në xhennet. Pra është vlerësim nga pejgamberi a.s. se Othmani është prej banorëve të xhennetit. Madje Muhamedi a.s. ka përmendur se Othmani është prej atyre sahabeve që për hir të kontributit të madh që ka dhënë, ka ofruar, ai nuk dëmtohet nga mëkatet, gabimet që mund të na dëmtojnë secilin prej nesh. Në betejën e Tebukut, Othmani radiallahu anhu
kur muslimanët kishin vështirësi materiale, ka ofruar plot 1000 dinar. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam i gëzuar me këtë kontribut të tij, ka thënë ma darra Uthmane ma amila ba'da al-yawm. Uthmanin nuk do ta dëmtoj asgjë që do të bëj pas ditës sotme. Pra asnjë mëkat, asnjë gabim, asnjë lëshim nuk do të ndikoj tek Uthmani për faktin se me këto dëbëmet e tija që ndoshta për të mos egzageruar, mirë po janë legjendare, janë të jashtëzakonshme, me dëbëmet e tij ai ka arritur që të ketë një pozitë të madhe te Allahu te bareke ve teala, saqë mëkatet nuk mund ta zbehin pozitën e tij tek Allahu te bareke ve teala. Pejgamberi alayhi salatu wasallam thamë se i ka martuar 2 vajzat e tij me Uthmanin. Fillimisht Ruqayyen, e cila ka vdekur, e pastaj edhe Kulthumin, e cila po kështu ka vdekur. Kur e ka martuar Ruqayyen me Uthmanin, pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka porositur vajzën e tij dhe i ka thënë: nderoj Uthmanin, sepse nuk ka njeri të ngjashëm në moral me baban tën sikur Uthmani. Pra nuk ka njeri që për nga vlerat, për nga tiparet, për nga sjelljet, është ngjason më shumë me Muhamedit alayhi salatu wassalam se sa Uthmani. Dhe për këtë arsye, Muhamedi alayhi salatu wassalam turprohej nga Uthmani dhe thoshte: si të mos turprohem prej tij, kur edhe melaqet edhe engjëjt e Allahu te bareke ve taala turprohen prej tij. Këshilla tjetër është për ta dashur Aliun radiallahu anhu. Kush e do Aliun, thot Ejub Sakhtiani, ai ka arritur që ta lidh fenë e tij, ta shtrëngoj atë dhe të jetë më i fortë në fe. Aliu është prej besimtarëve të parë, madje ka një lloj klasifikimi se nga gratë e pare ka pranuar Islamin Hatixha, nga burrat i pare Ebu Bekri, ndërsa nga fëmijët i pare ka pranuar Islamin Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të. Përgjatë gjithë jetës së tij, ai nuk është ndalë së kontribuari për Islamin dhe muslimanët. Ai ka pasur një pozitë të jetë të veçantë, saqë ka thënë se Muhamedi alayhi salatu wasallam i ka thënë: vallahi ty vetëm ai që është besimtar të don dhe vetëm ai që është munafik të urren. Pra çdo kush që do Aliun, ai ka shenje të besimtar. Çdo kush që urren Aliun, ai ka shenje të hipokritit. Dashuria për sahabët në përgjithësi është treguesi i besimit. Sikur që urrejtja për ta në përgjithësi është treguesi, siç do të përmendim, edhe i mosbesimit, edhe i padrejtësisë, edhe i hipokrizisë. Mirë po, në këtë rast pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka veçuar Aliun radiallahu anhu për shkak të kontributit që ka pasur. Madje Aliu ka qenë edhe dhëndri i tij, ka qenë burri i Fatimes, Allahu qoftë i kënaqur me të dy. Ka qenë prej atyre që janë dëshmuar praktikisht se e duan Islamin, janë dëshmuar për dijen, janë dëshmuar për angazhimin të mirën e muslimanëve. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam në betejën e Khajberit ka thënë se nesër do t'ja jap flamurin një burri, një besimtari, i cili e do Allahun dhe dërguarin e tij, dhe të cilin e duan Allahu dhe i dërguari i tij. Dhe të nesërmen flamurin ja ka dhënë pikrisht Aliut radiallahu anhu, edhe pse secili prej sahabeve ka qenë në pritje, ka qenë duke u lutur që ai të jetë prej atyre personave që do ta marrin flamurin, nga se nuk ka vlerësim më të madh se sa i dërguari i Allahut të thot për ty se ti e do Allahun dhe dërguarin e tij, dhe Allahu dhe dërguari i tij të duan ty. Prandaj ky fakt që ja ka dhënë Aliut flamurin flet për pozitën e madhe që ka. Muhamedi alayhi salatu wassalam
ka përmendur edhe disa gjëra tjera që flasin për pozitën e tij, për pozitën e Aliut radiallahu anhu, kur Muhamedi alayhi salatu wassalam kishte shkuar në Tebuk, e kishte lënë si më këmbës Aliun radiallahu anhu. Sigurisht se dëshira e tij për të marrë pjesë në betejë, për të dhënë sa më shumë kontribut, kishte bërë që Aliut mos ndihet mirë dhe të jankoj Muhamedit alayhi salatu wassalam se po i merr burrat dhe po i çon në luftë, ndërsa mua po m'lën që unë të kujdesem për fëmijët dhe gratë. Muhamedi alayhi salatu wassalam ja kishte thënë një fjalë e cila është vërtet vlerësim në shkallën siprore, në shkallën më të lartë të mundshme. Kishte thënë: a nuk ke dëshirë që ti në raport me mua të jesh siç ka qenë Haruni në raport me Musajin alayhi salam, vetëm se pas meje nuk ka pejgamber. Pra unë të dua, unë të çmoj dhe ke një pozitë teje të lartë tek unë, sikur po të lë ty zëvendës, sikur Musaji alayhi salam që e ka lënë zëvendës të vëllain e tij Harunin alayhi salam, vetëm se unë jam pejgamberi fundit dhe pas meje nuk ka pejgamber. Pra i ka dhënë pozitë teje të lartë, mirë po i ka treguar se ai është thjesht një sahabi, sikur sahabët tjerë, ndonë se ka pozitë teje të madhe në mesin e tyre. Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka qenë prej banorëve të xhenetit, siç përmendëm edhe më parë, hadithin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, në cilin ka thënë se Ebu Bekri, Omeri, Othman dhe Aliu janë në xhenet. Dhe këshilla e fundit e Ejub Sakhtyanit ka të bëjë me një qëndrim, do të thosha, të përgjithshëm që ne duhet ta kemi kashi sahabeve. Ka thënë për shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam: ai që flet mirë, ai është i pastër nga hipokrizia. Pra, çdo njeri që dëgjoni duke folur mirë për shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, dëshmoni se ai njeri ka zemër të pastër. Ai njeri ka besim të pastër, nga se të folurit mirë, vlerësimi, respektimi sahabeve është prej shenjave të besimit. Vetë Allahu te bareke ve teala i ka vlerësuar sahabët. Për shembull, në Kur'anin e Madh Allahu ka thënë: Muhammedun Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Muhamedi është i dërguari i Allahut, ndërsa sahabët që janë me të janë të ashpër kundrejt jo besimtarëve dhe të mëshirshëm ndërmjet vete. Po kështu ka thënë Allahu: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Vërtet, Allahu është i kënaqur me besimtarët kur ata të janë besatuar ty në hijen e pemës. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: khairun nasi qarni. Vërtet, brezi më i mirë i njerëzimit janë njerëzit që jetojnë në kohën time, pra janë sahabët. Njëri prej dietarëve që ka jetuar në shekullin e 6 Hijri, Yahya ibn Abil Khair Imrani, ka thënë: sikur të kishte në ndonjë brez tjetër të njerëzimit njerëz më të mirë se sahabët, Allahu te bareke ve teala kishte për ta përzgjedhur Muhamedit alayhi salatu wassalam që të vinte pikërisht nga mesi i atyre njerëzve. Pra fakti se ka ardhur nga mesi i sahabeve flet se sahabët kanë qenë absolutisht njerëzit më të mirë pas pejgamberëve. Muhamedi alayhi salatu wassalam në ka treguar se sharja e sahabeve, ofendimi i sahabeve është mëkat shumë i madh. Ka thënë: la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Mos i shani sahabët e mi, mos i shani shokët e mi, se për Zotin, nëse dikush prej jush do të dhurante, do të ofronte lëmosh, qoftë edhe sa kodra e Uhudit e tëra në ar, ai nuk do të mund që të arrinte vlerën e asaj që sahabët kanë dhënë me grushtet e tyre, ose edhe gjysmën e kësaj.
Pra, sa do gjigant ai kontributi juaj të jetë, ai nuk krahasohet me kontributin e sahabeve të parë. Nuk krahasohet me kontributin e Ebu Bekrit, e Omerit, e Uthmanit, e Aliut, madje edhe nëse kontributi i tyre ka qenë simbolik, nga se meritet e tyre janë të pa krahasueshme. Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith tjetër në ka folur edhe për rëndësinë pse duhet t'i duam dhe për rrezikun që ka urrejtja. Ka thënë faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum. Ai që i do sahabët i ka dashur për shkak se më do mua. Wa man abghadahum fa bibughdi abghadahum. Ndërsa ai që i urren në fakt i urren ata për shkak se më ka urryer edhe mua. Pra dashuria për sahabët është dashuri për Muhamedit alayhis salatu wassalam. Sigur që urrejtja për sahabët është urrejtje për Muhamedit alayhis salatu wassalam. Dhe nga këto sahabët kanë qenë shumë të kujdesshëm që ne t'i respektojmë sahabët në mënyrën siç duhet. Ja Aisha, Allah qoftë i kënaqur me të, nëna besimtarëve, ka thënë njerëzit janë urdhëruar që të kërkojnë falje për sahabët, ndërsa ata po i shajnë sahabët. Pra kemi një vlerësim nga vetë sahabët për mënyrën se si ne duhet të sillemi karshi tyre. Imam Ahmedi, Allah mëshiroft, ka thënë dashuria për sahabët është sunet. Lutja për ta është vepër me të cilën ne afrohemi tek Allahu te bareke ve teala. Pasimi i tyre është mjet, ndërsa ecja gjurmeve të tyre është vlerë. Qadi Jadi ka thënë respektimi për sahabët është respektim për vetë Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ebu Zura ka thënë në qoftë se e shihni ose dëgjoni dikë tek flet keq për sahabët, akuzojeni se është i dal nga feja. Pra ai që fyen sahabët, ai që nënvlerëson sahabët, ai që tenton t'i përbalt sahabët, ai njeri e ka rrezikuar seriozisht fenë e tij dhe sipas kësaj që thot Ebu Zura, ai mund të jetë edhe i dalë tërësisht nga feja, sepse ajo ndërlidhje që veç përmendëm të nderuar vëllezër, dashuria për ta është dashuri për Muhamedit alayhis salatu wassalam, është përmendur edhe nga dietar tjerë. Për shembull, Imam Berbehari ka thënë ata që i sulmojnë sahabët, ata që i kanë në shënjesër, në thomë, ata në të vërtetë në shënjesër e kanë Muhamedit alayhis salatu wassalam. Pra duan që nëpërmjet goditjes së sahabeve ta godasin vetë Muhamedit dhe rrjedhimisht ta godasin edhe fenë e tij. Këtu edhe shënon fundin kjo ligjëratë dhe t'ju them të drejtën nuk kam fjalë më të mira për të bërë përmbylljen e kësaj ligjërate, sesa fjalët që ne cituam në pjesën e parë, fjalët e dietarit të madh Imam Malikut, i cili ka thënë se të parët tanë, fëmijëve të tyre u mësonin dashurinë për Ebu Bekrin dhe Omerin me tekst të veçantë, ashtu siç u mësonin edhe kapitulat e Kur'anit. Prandaj duke marrë shkas këtë, ne t'u mësojmë fëmijëve tanë sahabët, t'u mësojmë respektin që duhet ta kenë për ta, për shkak se është çështje doktrinare, është çështje akaidologjike, është diçka që besimi ynë varet pikërisht edhe prej kësaj gjëje. Ne e duam Ebu Bekrin, e duam Omerin, e duam Uthmanin, e duam Aliun, e duam secilin shok të Muhamedit alayhis salatu wassalam, dhe secili prej tyre për ne është i besueshëm, është meritor për ta respektuar. Allahun e madhruar e lutim që Allahu të na mësoj për shkak të dashurisë sonë ndaj tyre që të jemi bashkarisht me ta në xhenetet e tij. Allahu na pas në kujdesin e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.